një lidhje që është po me herë, në kohët më të tjera të njët, me ish-ministri, edhe lypsin me hinë e kontakt. Radi kumëtan tonë, misë muj me shku me ta punë e tonë, po s'ka muj me bonë nuk e kam sigur. Në tjera sa ta kanë bisedu për tërkën e pazarit. Jo, nuk. Ai mundet me folë qka nuk e di, qka të bëj pazar këtu, se kishë qenë për pazar, ndoshta i shpry, që është ndalë atëherë. Protagonisti i ngjarjes nuk e mohon se i ka premtuar investitori takimin në Tiranë me Liburnaliun, të cilin pretendon se e ka shok. Por ai mohon se në takim ka pasur diskutime për para dhe pranon se takimi nuk ishte ndodhur asnjëherë. Na kemi arrit me marrë një audio incizim të një takimi të cilin keni qenë edhe jo pjesa ati takime. Po, ju vetë në radi. Po, edhe në atë takim, zotri Huti përmendën edhe pazare, përmendën edhe para, përmendet edhe fakti që jënë marrë vesh kush me kënd tash na nuk e dim, po përmendën këtu. Ashtu nuk e tjera adepë si pa tjetë kush me kënd ka mujtë më marrë veshë. Okej. Kërkesa atyve, akon kështu, që t'jeni sinqerë. Po. Kërkesa atyve e polve, kanë insistë me çdo kush më ka pu për shkak që Londa ka pasur më trajtu edhe në zyrën ligjore. Edhe dikush ka marrë veshët. Edhe të thënë drejtën në takimet atis kur afon dikon ka ura pensën, se s'ka bëjt është tjetër rasti, në mbrëmje, vazhdimisht në kanë pensë. Personi që më ka qenë në kontakt me ta, ka qenë Betoba Deliu. Isha asamblesi PDK-s në kuvend. Edhe bëtë Londa është me trajtu të ju edhe me mujtë me bisedu. Të këmëtan që këmë temë s'ka bisedojnë të përse është një vendim, me cilin kjo një zhvillënur, komunal, nuk e trajta. Ta shkërkesa të dhe esin për shka të lidhje dhe që unë i kam. Një lidhje që është po me herë, në kohët më të tjera të njët, me ish-ministri, edhe lypsin me hinë e kontakt. Radi kumëtan tonë, misë muj me shku me ta punë e tonë, po s'ka muj me bonë nuk e kam sigur. Në tjera sa ta kanë bisedu për tërkën e pazarit. Po i kumëtan, tu me mund nuk e një punë, s'ka bo një në ministri, por s'ka i problemi ju. Nuk është asë problemi janë. Në ndërkohë nga tavolina, ngjarja kishte vazhdu me protagonistin tjetër, asamblistin e PDK-s, ku kishte vazhduar edhe diskutime. Aty ishin përmendur edhe mjetet. Në bisedë për kallëzo për një mend, Bejtullah Deliu nuk i mohon takimet, por mohon se ato u zhvilluan për me dhonë para. Në takimin e cili është zhvillu në qatë kohë, për këtë ndërtimin e lagjës së banimit, zotëri Delia është premtu edhe që kjo pun ka me u kry, ndërsa ju e keni aranzhu takimin për çto ndërtimet që po bëhen në Rabat. Pse duhet me i aranzhu takimet e tilla në kafene, zotri Delia, për raste të tilla? Po është kërku në kafene ne edhe në zyre jemi taku. Tash, dëgjo, mundim edhe me u taku, nuk është se s'dita për çka jeni për çka konkretisht e keni fjalën, nuk është në një gjë që është, që me thonë, e keqe kjo është dash mu taku edhe mu kry ti duhet, sepse këtë investime kam përkra unë edhe live në seancë që është shpirtu kjo pik në kuvend komunal. Edhe çdo investim çka të mundet për Ravec, kam dëshirë që të investohet edhe të bëhet diçka e mirë këtu, sepse është i vetmi vend që nuk investohet, nuk ka ndërtime këtu. Mirë po e di që këto gjanat janë premtu edhe juve që ati për shumë qytetarëve që diku ti të bëhet harta zonare edhe do të bëhen këto lloj investimesh. Zotëri Delia, në këtë audiencizim të cilin e kemi përmendën edhe para, përmendën pazare. Në një moment, zotëri Huti përmend faktin që personat të tjera që je marrë vesh me ta, ashtu rreni jo. Për shembull, ose përmendën pazar, përmendën para deri në 60.000 euro. Përmendet një moment ju i drejtuani zotrit Samir Cina, i thoni që zotri Huti do i keme tregu që ministrit siguron edhe nëse ti anis me punu ilegalisht në pjesën e zonën prej 2 hektar ku
me hardë zonale nuk i lejohet zotrit Tena me ndërtu, për shkak që llogaritet ende tokë bujqësore. A ka pas ndonjëherë kërkesë për me dhonë pare për me ndërtu atë për me nis atë investim? Jo, asnjëherë që Okej. Ju me zotrin Cena, çysh ka ndodhur që ky, po më intereson çysh ka ndodhur që ky takimi, cila është relacioni me zotrin Cena, që keni qenë takim me zotrin Hoti? ka kërku ai ndihmë, jo vetëm nga unë, ka kërku prej të asambleistëve, edhe të opozitës edhe të gjithë. Nuk besoj që jam i vetmin që jam taku, po do thot interesi ka qenë sidomos i opozitës që të bëhet ky ndërtim. Edhe jemi konë pro shumë asambleistë që t'i lejohet të ndërtohet kjo. Ju po thoni që nuk ka pas ndonjë premtim për dhënje ose të përfitimit në këtë rast? Nuk ka pse të përfitohet këtu. Përfitimi është qyteti në përgjithësi. Sepse në një moment e gjoni ju duke bisedu me zotrin Cena, ai përmend thot, unë mendova me bo pazar, edhe jam dakord për 60.000 euro, ama pak pazar me bo se vetë 60.000 euro e gjeni shpi, unë duna me pagu, duna me kry. Jo, nuk. Ai mundet me folë çka nuk e di, çka të bëj pazar këtu, se kishë qenë për pazar, ndoshta i shpry. Se është ndalë atëherë.